Nderuar qytetarë, sot komuna e Prishtinës po përballet me një keqpërdorim të paprecedent të institucioneve të ndërmarrjeve të saj publike. Kryetari Përparim Rama I ka vënë ndërmarrjet komunale në funksion të propagandës së LDK-s, në përpjekje për të ndërtuar një narracion të rrem kundër qeverisë dhe kundër lëvizjes vetëvendosje. Ky është manipulim I pastër politik, I planifikuar dhe I qëllimshëm. Kur po them I qëllimshëm, po bazohemi në faktin se ky ka qenë edhe argumenti ose narracioni vetëm I ngritur nga Përparim Rama gjatë zgjedhjeve lokale, dhe tashmë është e qartë se në koordinim me partinë vet me Lidhjen Demokratike të Kosovës, këtë po mundohen ta ngrisin si kauz për zgjedhjet e ardhshme nacionale. Sa I përket buxhetit, disa herë tashmë jemi sqaruar për këtë çështje. Komuna e Prishtinës I ka kaluar të gjitha afatet administrative dhe ligjore dhe buxheti I konsoliduar I Republikës të Kosovës është miratuar në Kuvendin e Kosovës pa përfshi buxhetin e Prishtinës. Narracioni I ngritur për blokadë nuk është fare I vërtet dhe duhet thënë se të vetmit bllokues buxhetit Prishtinës janë Përparim Rama, Lidhja Demokratike dhe lideri I saj Lumira Digjiku. Ne kemi qenë qartë që nga fillimi, partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës, nuk kanë dashur ta miratojnë buxhetin e Prishtinës, sepse kjo ju shërben për të shërbyer fushatës së tyre në zgjedhjet e ardhshme. Këtë sot e konfirmoi edhe deklarata e presidentes Vjosa Osmani, e cila tha se kuvendi kam pasur të drejtë ta miratoj buxhetin e Prishtinës dhe qyteteve tjera. Pra vërteta është shumë e thjeshtë, në njërin anë refuzim për ta votuar buxhetin e Prishtinës në parlament, e në anën tjetër mungesë në punë, mungesë përgjegjësie dhe strategji bllokuese politike nga kryetari Rama dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Zhvillimi I qytetit është sabotuar dhe kjo me synim elektoral. Institucionet komunale, kryesisht ndërmarrjet të cilat menaxhohen nga këto dy parti, janë vënë në shërbim të lojës së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Prandaj, sot bëjmë thirrje të hapur për ndërhyrje të organeve të drejtësisë. Nisin hetimet plota dhe ta trajtojmë pa vonesë të gjitha denoncimet që I kemi bërë ndër vite për keqpërdorimet në komunën e Prishtinës dhe për keqmenaxhimet në ndërmarrje publike, e cilat sot rezultuan me bllokimin e qytetit. Lëvizja vetëvendosje nuk do të hesht. Ne I thrasim të gjithë qytetarët që në zgjedhjet e ardhshme t'ia japin verdiktin e tyre në lidhje me këta të cilët jo vetëm që nuk e zhvilluan qytetin, por e bllokuan dhe e kthyen në një gjendje çfarë nuk ka qenë asnjëherë më parë. Duhet potencuar se sot për herë të parë, pas shumë viteve që është themeluar ndërmarrja trafiku urban, sot shërbimet e tyre janë dalur për qytetarët e Prishtinës. Gjithashtu është e rëndësishme të potencohet se një pjesë të fajit në këtë keqmenaxhim financiar e ka edhe menaxhmenti I ndërmarrjes, që vetëm gjatë vitit në të cilin jemi, vitit 2025, ka punësuar mbi 100 persona, kryesisht militant partijak të PDK-s dhe të LDK-s në këtë ndërmarrje, duke e rënduar stabilitetin financiar të ndërmarrjes. Ndërmarrjet janë qytetit, jo të partive. Ato janë të punës dhe nuk duhet të shërbejnë si mjet për propagandë. Askush s'ka të drejtë të përdorë ndërmarrjet komunale, publike në shërbim të politikës dhe të propagandës. Këtu me mua është edhe Gzon Azemi, I cili t'ia ka lejë. Faleminderit. Situata pra që ndodhi sot në komunën e Prishtinës sinqerisht është e paprecedent. Për herë të parë, pra, është data e sotme që do të hyjë në histori që është ndalur transporti publik në Prishtinë. Pra, ky është një kthim mbrapa dhe përgjegjësi I këtij problemi është një njeri, është Përparim Rama dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Vazhdimisht, pra, kanë bllokuar edhe veten e vet, siç e përmendi edhe Giza, edhe me veprimet katastrofale që I kanë ndërmarrë, duke I dëmtuar jashtëzakonisht ndërmarrjet, me punësimin e mbi 100 persona në ndërmarrjen trafiku urban, edhe përkundër rënies të hyra. Ju e dini, vetëm 2 javë para zgjedhjeve, kryetari Rama doli me një listë ku I liroi kategori të shumta nga pagesa e biletës, edhe pse dinte se ndërmarrja është pothuajse në prag të falimentimit. Janë 3 ndërmarrje publike pothuajse në një obor.
ndërmarrja publike trafiku urban, ndërmarrja publike stacioni autobusëve dhe ndërmarrja gjelbër apo ish hortikultura. Ndërmarrja trafiku urban menaxhohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kjo ndërmarrje aktualisht ka bërgj 1 milion euro, mbi 1 milion euro, pra është në borxhe. Ndërmarrja stacioni autobusëve, qeveriset nga lëvizja vetëvendosje. Është ndërmarrje e cila ka në këntën e saj 1 milion euro. Pra nuk ka borxhe, i pagun pagat e punëtorëve dhe i ka në këntën e saj 1 milion euro. Ndërsa ndërmarrja gjelbërt apo ish hortikultura, që menaxhohet nga Partia Demokratike e Kosovës, ka vetëm 70 cent në xhirologari. Ngjashëm është ndërmarrja publike banesore, edhe aty punëtorët po përballen me mungesë pagash, ngjashëm është pastrimi siç e kemi parë edhe më herët. Pra, komplet ndërmarrjet publike që menaxhohen nga PDK dhe LDK janë buzë falimentimit. E vetmja ndërmarrje që menaxhohet nga lëvizja vetëvendosje, as nuk ka probleme paga, as nuk ka probleme buxhet, as nuk ka borxhe. Kjo është i pasqyrë e qartë se kush ka menaxhuar ndershëm e mirë e kush i ka blloku dhe i ka falimentuar ndërmarrjet publike. Është e qartë si e bardha nxezën që çdo veprim i kryetarit Rama dhe i Lidhjes Demokratike është veprime për të kriju kauza elektorale në momentet fushata se kënë se dikush e ka bloku. Gjithë qytetarët e dinë që edhe komuna e Gjilanit, edhe komuna e Prishtinës e kanë buxhetin e blokuar. Pra, nuk e kishë bloku qeveria një komunë, pra si që është Gjilani që ka qenë komuna më e madhe që ka qeveris me të lëvizja vetëvendosje. Pra, kjo argument është shumë i qartë dhe demaskon fare mirë gjithë këtë përpjekje të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe jo vetëm që ta luajë rolin e viktimës mbi kurrizin e qytetarëve. Janë të njëjtit që e kanë bllokuar dhe ligjin për çmime tavan, që vetëm qytetarët të indinjohen, ose pra e kanë pas këtë qëllim edhe me ligjin për çmime tavan, ose kanë qenë të blerë nga rrjetet e zinxhirëve të marketeve. Sot kryetari Rama e kuptoi dhe e pranoi që ka gabu edhe për deklaratat e tij të mëparshme për mjetet vetanake. Ai disa herë ka përmendur të hyrat vetanake, se kënë se po ja bllokon qeveria, mirë po sot pas takimit që e patën sindikatat me Ministrin e Finansat, kanë shku në komunën e Prishtinës dhe i kanë kërku zotit Rama, ja kanë spjegu procedurën se si realisht shkon bartja e buxhetit për tyra vetanake, dhe sot kryetari Rama ftoi një mbledhje urgjente të kuvendit komunal. Pra, apo e kuptoni që është fare e qartë që vetë kryetari Rama me këtë thirrje të kësaj seance që e ka bërë sot, e ka pranuar realisht se fajtori dhe ideatori i kësaj bllokade është vetë. Por sot ka qenë në presion nga protestuesit dhe është detyruar me ftu seancën e re të kuvendit komunal. Pra, është një seancë vonuar që ka mundur të mbahet shumë më herët, sepse askush s'e ka ndaluar ekzekutivin e komunës me thirrë seancë dhe me zhblloku këtë pikë. Po ashtu siç u përmend edhe më herët, problemi do të zgjidhej nëse do të votohej buxheti ekskluzivisht ose për Prishtinën apo për gjitha komunat që i kanë buxhetin e bllokuar. Por këtë nuk dashën ta bëjnë Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, Lista Serbe, Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe subjekte tjera opozitare. Faktikisht, kjo zhvillimi i orëve të fundit do të thotë pasi që e ka kuptuar që ka bë gabim procedural. E ka ngrit një kauzë, ju e keni pas zotin Rama çdo ditë në për studiet televizive dhe në për paraqitjet e tij, ku thot kërkon mbartjen e tyrave vetanake. Ndërkohë sot e ka pa që tyrat vetanake fillimisht duhet të kalojnë kuvendin komunal. Do të thotë është mundu me ngrit një kauzë pa i përcjellur hapat e duhur ligjor. Dhe para pak orësh ne morëm ftesë nga kuvendi i komunës Prishtinës, ku janë të ftuar legjislatura e kaluar. Do të thotë nuk bëhet fjalë për asambleset e rinj që janë zgjedhur në zgjedhjet e tetorit, mirë po është ftesë për asambleset e legjislaturës kaluar, ku pika e rendit të ditës është bartja e hyrave vetanake nga viti 2024 në vitin 2025. Pikërisht këto hyra që po i kërkon me ngun zoti Rama, që po flet 25 milion, ai sot e ka marrë vesh që nuk i ka bardh në kuvendin komunal të Prishtinës. Gjithashtu duhet potencuar një gjë, që pas takimit cilin e përmendi egzonit ministrit Murati me sindikatën e punëtorëve të trafikut urban, dhe pasi që zoti Murati ju shpjegoi aty se qeveria i ka alokuar 3.2 milion komunës së Prishtinës të premten, ndërkohë që komuna nuk ka bërë asnjë pagesë, atëherë u kuptu pas këtij takimi, komuna e Prishtinës bëri një pagesë
dikun rreth 680.000 euro për trafikun urban, mirë po nga informacionet e fundit i kemi që punëtorët e trafikut urban sërish po hezitojnë të fillojnë punën. Ne i përkrahim punëtorët në të drejtën e tyre për paga të dinjitetshme dhe për kushtet punës. Adresa e tyre për çdo ankesë është Komuna e Prishtinës si aksionare 100% e kësaj ndërmarrje. Megjithatë, kërkojmë nga punëtorët që mos instrumentalizohen nga politika e Përparim Ramës. Përparim Rama erdhi i bankrotuar dhe me borxhe në Prishtinë dhe tashmë pothuajse po i bankroton edhe ndërmarrjet publike komunale. Prandaj bëjmë ftesë te punëtorët, jemi krah i punëtorëve në çdo kërkesë të tyre të sinqertë që ka të bëjë me pagat e dinjitetshme, me kushte të mira, me autobusa trinj që s'po vinë, që nuk i pruri Përparim Rama për 4 vjet, por kërkojmë nga të njëjtët që mos të bëhen instrument për realizimin e propagandës të Përparim Ramës dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës.